lidhemi me Danimarkën, atje në Danimark po thonë që ka shumë shqiptar të mirë, edhe një nga arsyet mund t'jenë nga që janë praktikant të fesë islame. Do lidhemi me Rushdi Asipin, teologun, imamin e shkolluar. Ai vjen nga një fshat i Tetovës, por atje ushtron profesionin e hoxhës. Nëse mund ta lidhim zotri Rushdiun, atëherë do të kuptojmë se si festohet në Danimark, në diasporën shqiptare në përgjithësi, por tani do ndalemi te Danimarka dhe më pas do shkojmë pashtu te shtetet tjera. Përshëndetje zotri Rushdiu. Përshëndetje nderuara gazetare Xhamazi. Gëzuar Bajramin për shumë mote. Falënderit edhe juve, gëzuar Bajramin për shumë vite. Besoj që atje është festë si këtu diku. Nuk e di si festohet atje në Danimark, por në Gjermani kuptuam që sikur këtu që festohet dhe atje, pasi ka shumë shqiptar. Si qëndron ky fakt në Danimark? Si çdo vend tjetër diasporës, po ashtu edhe në Danimark ne bëjmë organizimin e festimeve të festave kombëtare edhe fetare të njëjtat. Me po masi që ishim dje në ditën e parë të Fitr Bajramit, këtu në Danimark e festojmë shumë njëjtë si në vendlindje. I vetmi dallim është se në vendet ku falemi nuk në nxen numri, andaj jemi të obliguar që ne të rezervojmë disa salla. Do me thënë ka më shumë se këtu të ne, do të thuash. E të them të drejtën, unë nuk e di si ka qenë rendi gjatë taravive të muajnë Ramazanit, mirë për këtu në Danimark, xhamit i kemi patur të përmbushura, ndërsa në Fitr Bajramin dhe me Bajramin, me Kurban Bajramin, me të vërtet interesimi është shumë i madh, që vinë parapërsisht të një 2.000 deri 2.500 persona në salë falen namazin e Bajramit. Në vendin ku jeni ju, apo imam? E di se Danimarka është shumë tolerante ndaj besimeve. Çfarë mund të na thoni në këtë aspekt? Si ndiheni ju si musliman atje? Ne si musliman këtu a them të drejtën, në xhamin ku gjendemi ne dhe e ka është njëjtën në pozite meriton sikur një kishë e cila ekziston në Danimark. Të lirën fetare kemi, askush nuk na pengon, kemi të drejtën plotësisht, besoj se vetëm ne duhet të sillemi pak më mirë, që të interpretojmë islamin më tepër në vepra se sa në fjalë. Pa të këta danezët janë populli mirë njohur se me vërtet kanë tolerancën fetare në maksimum. Unë si teolog jam mirë njohës dhe të them të drejtën jam i gëzuar që jam në Danimark që këta vite të cilët e kemi bërë këtu me shqiptarët. E di, më kanë thënë miq tuaj që jeni një njeri shumë human dhe që keni ndihmuar shumë njerëz që të punsoni atje nga Maqedonia ose nga vendi prej nga ju vini. Ajo ka qenë në kohën e kaluar, le të mbetet kohës, shqyqir Zotit më është dhënë mundësia që t'i punsoj ata njerëz, kështu që asa kemi pat mundësia, jo ma tepër. Si çdo kush tjetër këtu, sa kam mundu edhe unë jam munduar të ndihmoj të tjerëve, të cilët kanë pasur nevojë. Po si është të jesh hoxh në Danimark? A është më ndryshe se këtu? A e ke të njëjtin autoritet atje? Se nuk e di nëse këtu e keni ushtruar të jesh hoxh në diasporë është pak më rëndë se të jesh hoxh në një fshat të Maqedonisë. Për arsye se në qoftë se je në imam në një fshat, do të 99% i njeh temperamentin e mendimit, i njeh ideët e njerëzve, ndërsa në qoftë se je imam në diasporë, për shembull ke xhamat nga Kumanova, Tetova, Gostivari, Shkupi, nga gjitha trojet shqiptare andej ku janë. Është problem që t'u njohësh temperamentin e tyre.
Mirë po a them se këtu në Danimark teologë më shumë respektohet se të ne. Respektohet më shumë, apo? Ka dhe më shumë përgjegjësi që është e vërteta. Nga Shemshova, sigurisht ke familjar atje, ke miq, dëshiron të urosh Bajramin dhe atyre? Përmes televizionit Alsat? Unë uaroj gjithë shqiptarve, anë mban botës ku gjinden, shqiptarve në Kosovë, Maqedoni, në Shqipëri, në veçanti uaroj Bajramin familjes dhe shemshovarve, ju di kisha dashuruar çdo të mirë në jetë dhe gjithë popullit shqiptar. Nuk më treguat që sa vite jeni në Danimark dhe nëse keni ndonjë të afërm në Shemshov? Unë në Danimark jam 27 vite. Në Shemshov kemi babën, është gjallë, nëna më ka ndruar jetë para 33 vite dhe e kam vllajin dhe gjallin e minjës, familje më të afërt që kemi atje. Ne përshëndesim gjithë familjarët e tu, përshëndesim dhe gjithë shqiptarët që janë në Danimark atje dhe që po festojnë këto ditë. Ka ndonjë protokoll që ndiqet gjatë ditës pasi bëjnë vizita? Ku shkojnë pastaj gjatë ditës në Danimark njerëzit, pasi falin namazin? Për fat ndodhi ditë fest, mendoj ditë e diell Bajrami, se normal këtu kur janë në punë, në qoftë se Bajrami ndodhen ditë pune, normal se marrën leje nga vendi i punës që vetëm për ta falë namazin e Bajramit dhe kthehen. Dhe si thujnë në mbrëmje hanë atë sillën e Bajramit. Nuk e hanë mëngjes këtu në Danimark, në mbrëmje hanë sillën e Bajramit si janë punë. Këtë vit ndodhi që të jetë dita e diell, dhe kështu që gjithë festa ka e qenë kemi realizuar. Ka qenë e njëjtë pothuajse si në Maqedoni. E ham sillën, kthehemi nga xhamia, e ham sillën e Bajramit, bëjmë Bajram dhe shkojmë i bëjmë ziaret familjet të cilët i kemi më të afërt. Po i njëjti është, Bajrami festohet në Danimark në mënyrë të njëjtë sikur se festohet në vendlindje. Festofshi edhe shumë vite tjera bashkë edhe faleminderit shumë për kohën që ndave. Ju falemnderoj nga thellësia e zemrës juve nderuara gazetare, televizionin Alsat, duke ju lutur Zotit që ju dhash të mira juve dhe gjithë njerëzve në jetë. Faleminderit shumë, ashtu qoftë edhe për ju, faleminderit.